Ish generali amerikan Ben Hughes rekomandon që Berna të investojë më shumë në mbrojtjen kombëtare dhe këshillon ushtrinë zvicerane të mësojë të përdorë dhe të smbrapsë dronët në një shkallë të gjerë. Tërheqja e trupave amerikane në Europë është vetëm çështje kohe, beson ish generali amerikan Ben Hughes. Në intervistën me Sonntagsblick, ish oficeri këshillon Zvicrën të përgatitet për luftë. Mënyra më e mirë për të parandaluar luftën është përgatitja për të, thotë ish komandanti i forcave të NATO-s në Europë. Kushdo që nuk është i përgatitur, fton për agresion, shton ai në rubrikat e gazetës së dielës zvicerane e gjermane. Këshilla për ushtrinë zvicerane, mësoni të përdorni dhe të smbrapsni dronet në shkallë të gjerë. Sipas Hughes, Rusia nuk e respekton neutralitetin zviceran. Kjo nuk do të thotë që tanket ruse një ditë do të mbërrijnë në Zvicër, dhe ai këshillon ushtrinë zvicerane të mësojë të përdorë dhe të smbrapsë dronët në një shkallë të gjerë dhe të investojë shumë në mbrojtjen ajrore dhe të stërvitet për manovra në shkallë të gjerë. Europa nuk është më prioritet. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes aktualisht financon 100.000 trupa në Europë, thekson Ben Hughes. Është i qartë se presidenti Donald Trump do të tërheqë trupat e tij. Pyetja vetme është se kur dhe sa do të tërhiqen, shpjegon generali. Me sa dëgjojnë në Washington, Europa nuk është më prioritet pasi Donald Trump tani e konsideron Kinën armikun e tij kryesor. Zvicra të përgatitet për luftë. Sipas presidentit amerikan, Shtetet e Bashkuara paguajnë miliarda dollar për mbrojtjen e Europës. Kjo shkon përtej sigurisë së kontinentit të vjetër. Për Shtetet e Bashkuara, Europa është një post nga ku mund të koordinojë operacionet në Afrikë, lindjen e mesme ose Euroazi. Për më tepër ekonomikisht, Shtetet e Bashkuara përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga Europa e qëndrueshme. Vëren, ish generali me 3 yje, Marcel Deitling, situata aktuale tregon se sa rëndësishme është neutraliteti. Situata aktuale ndërkombëtare, SBA po tenton të shkëputet nga Europa, e cila nga ana e saj dëshiron të zgjerojë forcat e saj të armatosura, tregon se sa rëndësishme është Zvicra të jetë neutrale dhe sa urgjente është riarmatosja e Austrisë. Presidenti i SVP, Marcel Deitling, është i bindur për këtë. Armiku duhet ta di nëse në sulmon, do të paguajë një çmim të lartë në gjak, thotë 44 vjeçari në një intervistë publikuar sot nga NZZ. Sontag, sipas tij, kushtet në ndryshim i lejojnë vendit të hapë syt. Europa dhe Zvicra janë mbështetur vazhdimisht tek SBA për 80 vitet e fundit. Në mbështetjen e qendrës së majtë ka kursyer shumë në ushtri. Tani shohim pasojat.